Disa ditë pas vrasjes së 22 vjeçares shqiptare në Itali është zbardhur edhe dëshmia autorit të ngjarjes, ish i dashur i viktimës, i cili deklaroi se kishte vrarë për shkaqe xhelozia. Po i dërgoja mëngjesi në shtrat, pash një mesazh që i erdhi nga një djalë tjetër në celular. Mora thikën që ishte në tabaka dhe e vrava, nuk e kisha paramenduar. Siç shkruajnë media të riu me origjinë filipina, se u mor në pyetje për 5 orë për të treguar të gjithë të vërtetën. Sipas tij, Sula u vra mëngjesin e 26 marsit pasi kaloi natën në shtëpinë e tij. Samson tha se 22 vjeçari e kishte shkuar në shtëpi për t'i kthyer disa rroba, por i riu thot se ajo vendosi të qëndronte aty pasi donte të shmangte transportin publik. Gjithashtu nëna autorit ka deklaruar se nuk e donte viktimën pasi sipas saj e shpërqendronte nga mësimet. Dyshja ishte ndarë së fundmi pasi sipas filipinasit lidhja kishte patur ulje ngritet e veta gjatë këtyre muajve. Samson tha se ajo që e ka bërë të ndërmarrë veprimin ka qenë mesazhi në celularin e Ilarias kur ai po dërgonte mëngjesin në shtrat. Samson ka deklaruar gjithçka ka bërë vetëm dhe ka zgjedhur të heshtë kur është pyetur rreth pranisë së prindërve në shtëpi. I riu ka treguar më pas se ka futur trupin në një valixhe dhe e ka hedhur në një gremien hetuesi. Do duhet të vërtetojnë deklaratën e tij duke analizuar kompjuterin e vajzës, pasi deri më tani celulari i saj nuk është gjetur. Autori i vrasjes e ka hedhur atë në një puset ndërsa thikën në një kazan. E sa i përket prindërve të tij, ata mbetën në hetim. Prokuroria akuzon 23 vjeçarin për vrasje të rënd me dashje dhe fshehje të trupit të pajet.